Me gjithë paralajmërimet e kryetarit përparim Rama se gjendja me grumbullimin e mbeturinave do të përmirësohet gjatë kësaj jave, situata në terren tregon të kundërtën. Prishtina vazhdon të përballet me kontenierë të shënmbushur e mbeturina të shpërndara përreth tyre. Ndërkohë, punëtorët e pastrimit që nga java e kaluar kanë dalë grumbullimin e mbeturinave me arsyetimin se nuk ka naftë pasi kontoja e kompanisë është zero. Pas protestës së mbajtur ditën e hënë, të njëjtën punëtorët e kompanisë pastrimi nisën grevën duke parkuar para komunës edhe kamionët. Ata kanë deklaruar se nuk do ta ndalin këtë grevë deri të plotësohen kërkesat e tyre. Pagesa borxhit 5 mujor nga Komuna Prishtinës te Kryemë Pastrimi, e cila është jetike për pagat e 900 punëtorëve dhe funksionalizimin normal të ndërmarrjes. Në shkrimin urgjent i kontratës bazike për shërbimet e rregullat të grumbullimit të mbeturinave në Komunën e Prishtinës, zgjidhja e statusit të ndërmarrjes përmes një marrëveshje të qëndrueshme dhe afatgjate që garanton mbështetjen institucionale dhe financiare. Komuna e Prishtinës ka insistuar që kompania pastrimit të nënshkruajë një kontratë prej 1.5 milion eurosh, por që kjo nuk ka të bëjë me zgjidhjen e problemit të grumbullimit të mbeturinave. Kjo kontratë ka të bëjë me mirëmbajtjen e hapësirave sipërfaqësore të kryeqytetit. Dëshira jone ka hershme në konceptin e përgjithshëm për Prishtinën e pastër nënkupton mirëmbajtjen e shumë hapësirave publike dhe largimin e mbetjeve sipërfaqësore të hapësirave publike, të cilat nuk janë trajtuar deri më tani në mënyrë të mjaftueshme. Andaj ne, në njërin anë duke ja zvogluar fushveprimtarinë kompanisë pastrimi në grumbullimin e mbeturinave nga kontejnerët për shkak të mekanizmit të mangët që ata e kanë, kemi dashur të japim kompenzim kontrata të reja për punët të cilat nuk kërkojnë mekanizm të shumtë numerikisht, por më tepër fuqi punëtore. Kryeshefi i kompanisë pastrimi Petrit Reqica thotë se arritja e kësaj marrëveshjeje nuk është zgjidhje. Ai thotë se atyre ju nevojitet kontrata bazë që do t'u avanconte edhe ndalimin e grevës. Në nënshkrimi i kësaj kontrate nuk është zgjidhje. Kjo kontratë është paraparë për një shërbim të tretë, as dytësor nuk është. Ne nuk kemi naftë as për zbatimin e kësaj kontrate. Ne nuk i marrim tani 1.5 milion euro, por në fund të vitit, pa u bë kontrata bazë që do të mundsonte ndalimin e grevës dhe fillimin e grumbullimit të mbeturinave nuk është zgjidhje. Krahas kësaj kontrate, komuna ka lidhur marrëveshje edhe me 2 operator privat, megjithëse kjo bie ndesh me rregulloren e pastrimit, e cila u ndryshua dhe u plotësua me shumicë votash nga opozita në Kuvendin Komunal të Prishtinës në dhjetor të vitit të kaluar. Ndryshimi u kundërshtua nga opozita, të cilët tani po e vetë konsiderojnë si të pezulluar, megjithëse një gjë e tillë nuk është pezulluar nga Kuvendi Komunal. Dua ta kthej në vëmendjen e qytetarëve iniciativën e cila fatkesisht pastaj me mbështetjen e opozitës ka kaluar në Kuvendin Komunal, ku suprimu rregulloria, do thotë u bë një plotësim ndryshimi rregullorës, e cila ndërmarrjen pastrimi e bënte të vetmën përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. Dhe tani, në ditët kur është fillu ky shantazh i bojkotit të punës, është pasur që përmes këtij plotësim ndryshimit rregullorës është tentuar të monopolizohet komplet ky sektor dhe një ditë, siç edhe ka ndodhur, të vetë kryeqyteti në një situatë të tillë dhe të jetë në pamundësi për të ofruar qytetarëve pastaj shërbimin të cilin ata e meritojnë dhe që e meriton kryeqyteti. Natyrisht ne kemi qenë të vëmendshëm qysh atëherë dhe këtë plotësim ndryshim të rregullorës duke e konsideruar të jashtëligjshëm, sepse bie në kundërshtim edhe me ligjin e konkurrencës, por bie në kundërshtim edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, ka se në një shtet të ekonomisë të tregut të lirë, siç është Republika e Kosovës, nuk ka mundësi të monopolizohet një sektor siç është sektori menaxhimit mbeturinave, e kur e dim që është tepër vital dhe tepër i rëndësishëm edhe për shëndetin publik. Pra ne këtë procedurë pastaj kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, dhe natyrisht, sipas një interpretimi të zyrës ligjore, e kemi konsideruar nga ai moment i pezulluar.
Sindikata ka kërkuar nga komuna ndërprerjen e kontratave me operator privat, që ofrojnë shërbime paralele të cilat sipas tyre po e dëmtojnë funksionimin dhe të ardhurat e ndërmarrjes publike.